Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Mjeku zbulon sekretin pasi të provoni këto 3 ushqime, nuk do të vuani kurrë nga kapslëku. Kapslëku është një nga problemet më të zakonshme gastrointestinale. Shumë njerëz vuajnë nga kapslëku dhe kanë dhimbje gjatë jashtëqitjes. Dhe shpesh ata kanë tendosje, fryrje dhe ndjesinë e një zorre të mbushur. Pothuajse çdo njeri mundet që të vuajë nga kapslëku në një moment të caktuar dhe shkaku më tipik është dieta e varfër. Por, cilat janë ushqimet më të pasura në fibra të cilat ndihmojnë në jashtëqitje të menjëhershme? Bishtajoret si fasulet, thjerrzat dhe gjithashtu qiqrat kanë një sër përfitime shëndetësore. Është mirë që ju t'i përfshini ato çdo ditë në dietën tuaj, duke qenë se janë të pasura me fibra, proteina, vitamina dhe gjithashtu minerale. Vetëm një kupë me fasule mundet që të shtojë 6 deri në 15 gram fibra tek sallata, supa ose tava që ju do të përgatisni, në varësi të fasuleve që ju përdorni. Brokoli futet në listën e super ushqimeve pasi është jo vetëm i shijshëm, por njëkohësisht edhe i shëndetshëm. Ai është gjithashtu një burim i mirë i vitaminave, proteinave dhe fibrave. Brokoli parandalon edhe ulë rrezikun e diabetit të tipit 2 dhe gjithashtu disa lloje të sëmundjeve të këqija, ulë rrezikun e zhvillimit të sëmundjeve të ndryshme si sëmundjet e zemrës. Konsumimi i tij është gjithashtu i rëndësishëm edhe për tretjen. Shtoni një kupë me brokoli të gatuar në drekë ose për darkë për të marrë 5 të 1/2 gram fibra shtesë. Spinaqi. Një kupë me spinaq ofron 4 gram fibra dhe gjithashtu ai përmban edhe magnez, një mineral i cili mundet që të ndihmojë në jashtëqitje. Magnezi gjendet shpesh në laksativ, megjithatë ai është i pranishëm edhe në ushqime të ndryshme dhe këto të dytat janë të sigurta për njerëzit. Edhe konsumimi i ushqimeve të pasura me fibra është kyç. Kapslëku gjithashtu është një nga problemet më të zakonshme tretëse. Shkaktohet nga ndryshimet në shprehjet e zorrëve që e vështirëson hedhjen jashtë të mbetjeve. Poste lasheve me zorrët, kapslëku nxit edhe dhimbje abdominale, gazra dhe ndjenja të përgjithshme të parehatisë. Si pasojë e kësaj, falhelmeve të cilat mbesin në zorr, shkaktojnë komplikime që kanë nevojë për vëmendje mjekësore. Konsumimi i shurupit natyral është një ilaç natyral kundër kapslëkut. Ai ndihmon edhe në nxitjen e lëvizjes së zorrëve duke e bërë më të lehtë jashtëqitjen e thatë dhe të vështirë. Përgatitet gjithashtu duke përzierë kumbullat me lëngun e limonit. 2 përbërës të cilët janë të pasur me fibra dhe po ashtu kanë efekte kundër inflamacioneve. Për vite rresht kumbullat janë përdorur si ilaçi më i njohur dhe zgjidhjet më të mira kundër kapslëkut dhe ilaç për tretjen e ngadalshme. Jo vetëm se promovojnë lëvizjen e zorrëve, por gjithashtu reduktojnë edhe inflamacionin dhe acidet. Posedojnë edhe sasi të madhe me fibra, nutrient që jashtëqitjes i japin gjithashtu volum dhe e bëjnë më të lehtë kalimin nëpër zorr. Janë ushqim probiotik që qelizat gjithashtu e përdorin si derivate. Përbërësit që juve do t'ju duhen janë 10 kumbulla, lëngun e një limoni, gjysma e gotës ujë, blender dhe kavanoz me kapak. Përgatitja. Shtoni kumbullat në blender dhe më pas shtoni lëngun e një limoni dhe gjysmë gote me ujë. Procedoni përbërësit për 2 apo 3 minuta për t'i siguruar se janë përzier mirë. Kur përmbajtja është e butë dhe e trashë, e ruani në kavanoz dhe më pas
e ruani në frigorifer. Si ta konsumoni? Nëse gjendja juaj është e rregullt, konsumoni 3 lugë shurup para kafjalli, 3 lugë në drekë dhe 2 lugë pasdite. Mirëpo nëse është kronike, konsumoni doza më të larta. Për të parandaluar kapsullokun, merrni 2 ose 3 lugë në ditë. Dhe ndërsa mund të jetë zhgënjyese dhe e dhimbshme, mund të ndodhë thjesht sepse nuk po hani sa duhet fibra ose jeni të dehidratuar. Në këtë rast, gjithçka që duhet të bëni për të rikthyer zorrët në funksionin e tyre është që të rregulloni paksa dietën tuaj. Pini çaj, limoni dhe mjalt. Bëni një çaj duke shtuar ujë, mjalt dhe limon. Mjalti është një laksativ dhe gjithashtu ndihmon edhe për të zvogëluar thartirën e shkaktuar nga limoni. Limoni gjithashtu vepron si një stimulues natyral për sistemin e tretjes dhe gjithashtu ndihmon edhe në largimin e toksinave nga trupi. Pini shumë ujë. Burrat duhet të pinë të paktën 3.7 litra dhe gratë 2.7 litra ujë në ditë. Kjo sepse jashtëqitja e fortë dhe e thatë është shkaku më i zakonshëm i kapsullokut dhe pirja e mjaftueshme e ujit do ta mbajë trupin tuaj të hidratuar siç duhet dhe do ta bëjë më të lehtë kalimin e jashtëqitjes. Përfshini kosin në dietën tuaj. Edhe pse këshillohet të qëndroni larg produkteve të qumshtit, në qoftë se vuani nga kapsulloku, kosi është një përjashtim. Kosi përmban probiotik, të cilat munden të ndihmojnë që ju të keni një jashtëqitje më të shpejtë dhe gjithashtu më pak të dhimbshme. Hiqni qafe kapsullokun dhe toksinat vetëm me këtë recetë. Nëse versa jeni kthyer nga pushimet apo nuk keni marrë vendime të duhura rreth ushqimit që ju konsumoni dhe nuk ndjeheni mirë, atëherë ekziston një ilaç natyral i cili mundet ju ndihmojë. Pastrimi i zorrës së trashë parasheh heqjen e toksinave nga trupi dhe rregullimin e sistemit tretës pas një vikendi apo pas disa ditësh me ushqim të gabuar. Më e mira e këtij është gjithashtu pastrimi i zorrës së trashë dhe mund të bëhet me ilaçin i cili përmban vetëm 2 përbërës dhe që të dy vetë se i keni në shtëpitë tuaja. Ju duhet 250 ml ujë, 2 lugë gjelle uthull organike të mollës dhe 2 lugë gjelle mjalt organik. Përgatitja: tundeni uthullën e mollës për ta përzier pjesën e pa filtruar që gjendet poshtë dhe më pas ju duhen 2 lugë gjelle të uthullës së mollës. Ja shtoni 250 ml ujë të ngrohtë. Produktet ja shtoni dhe mjaltin organik. Përbërësit i përzieni derisa të shpërbëhet gjithashtu edhe mjalti. Nga ana tjetër, kjo pije preferohet që të konsumohet çdo mëngjes, por ajo mund të konsumohet edhe përgjatë gjithë ditës. Mirë, po gjithmonë duhet të kujdeseni që të hani ushqime sa më të mira dhe vërtet efektive, të cilat do të përshpejtojnë tretjen tuaj dhe gjithashtu do të kujdesen për shëndetin e stomakut tuaj në mënyrë që ju të mos vuani nga kapsulloku dhe problemet të cilat lidhen me të. Mirë, po duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku. Para se të përdorni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloheni më parë me mjekun tuaj. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.